Meditimi thellë për prerjen e kordonave energjetik me gjyshërit, paraardhësit, prindërit dhe familjarët. Gjej një vend të rehatshëm, ulur ose shtrirë. Mbylli syt. Merr frymë thellë përmes hundës. Mbaje për disa sekonda dhe nxirre ngadalë përmes gojës. Lejo çdo tension të largohet me çdo frymarrje. Lejo trupin dhe mendjen të qetësohet dhe të jesh i pranishëm në këtu dhe tani. Lejo çdo shqetësim të shkrihet në ajër dhe mos harro që je i sigurt, i mbrojtur dhe i gatshëm për të bërë këtë hap të rëndësishëm të çlirimit energjetik dhe shpirtëror. Dhe vazhdojmë udhëtimin. Përpara teje është një derë. Një derë e vjetër, një derë prej drurit, dhe ti në mënyrë vizuale vazhdo të hapësh, dal nga dal dhe pa u shqetësuar. Dhe përpara teje shfaqen në mënyrë energjetike të gjithë gjyshërit, paraardhësit, dhe i gjithë brezi yt familjar. Dhe ti dal nga dal po hyn më thellë, po zbret më poshtë dhe futesh në këtë dhomë të vjetër. Shikoj nga dal nëse ndonjërin prej tyre ke takuar ndonjëherë në mënyrë fizike apo energjetike. Imagjino sikur një linje e hollë energjie është lidhur nga trupi yt për tek gjyshërit dhe paraardhësit. Kjo lidhje mund të ketë mbajtur të ngujuar në modelet e vjetra të menduarit, frikës apo sjelljeve. Shikoje këtë linjë energjie si kordon të padukshëm që të lidh me ta. Fokusohu dhe ndjeje se si mund të shtrihet. Nganjëherë ka një lidhje të fortë të fuqishme. Nganjëherë është një lidhje dobët dhe pandjenja. Kjo është energjia që duhet ta shkëpusim tani. Merr një frymë të thellë dhe ndjeje se si energjia e lidhjes me gjyshërit e tu shfaqet. Shiko dhe ndjeje çdo model të vjetër
që mund të lidh me to, qoftë ajo frikë, pesimizëm apo bllokim. Përmes frymarrjes së thellë, çliro çdo lidhje të kësaj natyre. Merr frymë thellë dhe teksa nxjerr frymën, imagjinoje që gjithçka e cila të lidh me paraardhësit e tu, me gjyshërit e tu, po ikën bashkë me frymarrjen. Dhe në mënyrë vizuale, shikoje se si një dritë e fuqishme, e pastër, fillon të vi dhe ta prish këtë lidhje. Tani, shiko dhe ndjehu i lirë nga çdo ndikim i vjetër, i cili vjen nga paraardhësit e tu. Kjo lidhje tani është e ndërprerë dhe ti ndjehesh i lirë, e lirë. Dhe tani kalojmë tek rrethi i afërt i familjes, ndërprerja e lidhjeve me nënën dhe babain. Tani fokusohemi tek lidhja që ke me nënën dhe babain tënd. Shiko se si dy linja të ngushta energjie dalin nga trupi yt drejt tyre. Këto janë lidhje të fuqishme, ndoshta të mbushura me dashuri, por ndonjëherë edhe më pesh, frikë apo barr. Imagjino një shpatë të artë energjie, e cila shfaqet para teje. Me këtë shpatë, bëj një prerje të qartë dhe të pastër të çdo lidhje energjitike që mund të mbash me ta. Ndjeje si energjia e ndarjes ndodh në nivel më të thellë. Çdo ndjenjë ose emocion që mund të ketë mbajtur të lidhur me ta, tani është larguar dhe ti ndjesh i lirë, e lirë, i fuqishëm, e fuqishme, i pavarur dhe pavarur nga ndikimet e të kaluarës. Dhe tani bëu gati për shkëputjen dhe lidhjen energjitike me motrat dhe vëllezërit e tu. Përqëndrohu tani në lidhjet që ke me motrat dhe vëllezërit e tu. Këto mund të jenë lidhje të forta, por gjithashtu mund të mbajnë tensione, konkurrencë ose emocione të paqarta. Shiko linjat e energjisë që të lidhin me ata dhe një tjetër shpatë e artë, energjie, shfaqet përpara teje. Dhe përmes kësaj shpate, bëj një prerje të pastër dhe të qartë të çdo lidhje energjitike. Lejo energjinë e pastër dhe të re të rrjedhë brenda teje. Tani ndjehu i lirë, e lirë,
i shëruar dhe shëruar nga çdo lidhje që mund të kesh pasur, që mund të ketë penguar të ecësh përpara. Dhe tani është koha të bëjmë një shkëputje tjetër energjitike me lidhjet e vjetra, familjare apo karmike. Imagjino se si lidhjet e mëparshme me të gjithë anëtarët e familjes fillojnë të tretën në ajër. Në këtë moment, përmes frymarrjes tënde të thellë, të gjitha ato lidhje janë pastruar dhe shpërbër. Lidhje që ndiheshin të vështira dhe të thjeshta do të shpërbëhen në energji të pastër. Shiko se si ato shpërbëhen në dritë të shndritshme. Energjia e vjetër ka lënë trupin dhe shpirtin tënd. Dhe shpirti dhe trupi yt tani është i hapur për një fillim të ri. Tani shiko vetdijen tënde, duke u ngjitur më lart, dhe akoma më lart. Kjo është mundësia jote për të krijuar një realitet të ri, të lirë nga ndikimet e të kaluarës. Dhe tani, le të mbushemi me energji të pastër, me energjinë e krijimit. Merr një frymë të thellë dhe ndjeje si çdo pjesë e trupit tënd po mbushet me energjinë tënde të pastër dhe të fuqishme. Dërgoje vëmendjen tënde në çdo pjesë, në çdo qelizë, në çdo molekulë brenda teje, dhe mbushe me dritë dhe energji të pastër. Të gjitha linjat energjitike tani janë të pastra dhe të lira. Ndjeje se si trupi dhe shpirti yt fillon të harmonizohet dhe të balancohet. Lejo çdo ngarkesë që mund të kesh pasur të largohet prej teje. Dhe ndjehu tërësisht i lirë, i shëruar, pas një lidhje të vjetër që të pengon. Të gjitha lidhjet tashmë janë prerë dhe ti je një qenie e pasur, e fuqishme dhe e lirë. Tani ndjeje energjinë tënde të pastër dhe të fuqishme. Ndjehu tërësisht i lirë, i shëruar dhe i integruar me vetveten. Frymarrja jote është e qetë, e thellë dhe e balancuar. Bëhu i vetëdijshëm për këtë moment, për forcën
dhe energjinë që tani ka filluar të rrjedhë në çdo qelisë të trupit tënd. Ti tani je i lirë nga çdo lidhje energjetike e cila të ka mbajtur mbrapa. Ti je një qenie fuqishme, e pastër dhe shëruar. Merë frymë thellë dhe liroje ngadalë. Dhe kur të ndjesh gati, dal ngadalë, mund t'i hapësh sytë. Fillo t'i buzëqeshësh vetës, botës dhe gjithçkaje që ekziston.